Para kryesisë së Partisë Demokratike, Sali Berisha sqaroi arsyet pse opozita nuk duhet të bojkotojë zgjedhjet e pjesëme vendore në Tiranë dhe pse sipas tij kryeministri Edi Rama dhe presidenti Bajram Begaj po shkelin kushtetutën duke e bërë pjesëmarrje në votime të debatueshme. Bojkoti, i cili është një vendim që para çdo padrejtësie të vjen i parë në mendje, është provuar me një efekt destruktiv për opozitat, për ekzistencën e tyre. Ai informoi se Partia Demokratike po zhvillon negociata me aleatët dhe partitë e tjera opozitare, duke lënë të hapur mundësinë që kandidati për Tiranën të mos vijë domosdoshmërisht nga radhët e demokratëve. Sipas tij, modeli i kandidatëve duhet të maksimizojë votat dhe të rrisë shanset përfitore. Përpjekja jonë për të arritur në një ujdi të gjerë me forca tjera opozitare nuk ka asnjë lidhje me problemin e kandidatëve tanë të shkëlqyer. Nuk ka lidhje, por ka lidhje, pa diskutim ta themi këtu, me rekordin elektoral. Tërësinë e votave si opozit dhe kjo nuk mund të injorohet. Ka lidhje dhe me një gjë tjetër, me një moment të dytë. Qindra mijëra militant do donin të kishin kandidat ndonjërin për jush, po disa të tjerë do donin që të kishte një kandidat jashtë nesh. Njerëz që mendojnë se dalja jashtë modelit strikt, partjak, aplikimi i një modeli tjetër nga PD-ja është një përfillje më e madhe për elektoratin. Pa e sulmuar drejt për drejt, Berisha përmendi edhe kandidaten socialiste për Tiranën Ogerta Manastirliu, duke paralajmëruar mundësinë e dërgimit të një dosje në gjykatën ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit, lidhur me menaxhimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe keq menaxhimin e ilaçeve dhe aparaturave. Ju garantoj se jo në Shqipëri, edhe do ta konsiderojmë. Ja u them këtu, do ta konsiderojmë. Berisha i përsëriti akuzat edhe gjatë një takimi me Gra Demokrate, duke nënvizuar rëndësinë e transparencës dhe llogaridhënies në qeverisje.